Të enjtën me datë 21 gusht në hapësirën e bibliotekës Sevzi Sulejmani në Prishtinë u mbaj promovimi i librit autobiografik Rrugët e mia i autorit Ziadin Dedinca. Mërgjimtari dhe aktivisti shqiptar që jeton në Montreal të Kanadas, përmes librit të tij ka promovuar vlerat kombëtare të shtetit shqiptar, duke dëshmuar se nuk e ka harruar kurrë dheun, edhe pas 32 viteve veprimtaria është tij. Një prej atyre ndjenjeve të mirë, të cilët për shkaqe ekonomike ka nivelluar sikurse shumica e shqiptarëve në viteve 90-ta, në fillimin e viteve 90-ta, një herë në Gjermani, më pas në Britaninë e Madhe, pastaj në Kanada. Shumë larg, e nën shefkia, kam përshtypjen që vazhdimisht e ka pas mallin për ty. Por ja që rrugët përpiqen një ditë, kthehen edhe rruga që të shpije ajo më e bukur, që të shpije për dikush të rruga për natë dhe e njëjta e ka përcjell edhe autori Ziadin Dedinca, i cili për post tjera është edhe filantrop, është altruist, ndihmon të rinj për të shkolluar, ka ndihmuar shkollat shqipe me një numër të madh të kompjuterëve që ka dhuruar dhe vazhdueshëm bën akoma edhe sot e kësaj vite, gjithashtu edhe për policinë e Kosovës edhe për si me pas sektor të tjerë të jetës sonë publike shoqërore. Kështu që Rrugët e mia është libri që do ta përrojmë sot. E ku është jo vetëm jeta e autorit, por është jeta edhe ndjesia e shumë shqiptarëve që u detyruan ta lënë vendin e vet e të shkojnë të punojnë, të japin kontribut në një vend tjetër. Të nderuar mysafirë, miq të dashur familjar dhe lexues. Sot ndjej emocion të veçantë edhe një falënderim të thellë që jam këtu para jush, duke prezantuar librin tim të parë, Rrugët e mia. Ky libër është më shumë se një përmbledhje kujtimesh, është një rrëtim jetësime, i sfidave të përvetëm, i sakrificave, por edhe i shpresave dhe përpjekjeve të thjeshtë dhe diçka të mirë në temë. Kur u largova nga Dheu, nuk e dija se sa e gjatë dhe sa e vështirë do të ishte kjo rrugë. Përbeti është një provë e fortë për çdo njeri. Është distanca kur lodhja shoqërohet me mallin, kur vetmia nxit reflektimin dhe kur çdo ëndër duhet punuar me dy fish më shumë për të bërë realitet. Në këtë libër kam përshkruar ato momente kur ndjeja dy fish peshën e përgjithësive, por edhe kur besimi për të ardhmen më mbante gjallë. Por Rrugët e mia është edhe një dëshmi e një përkushtimi të palëkundur për shqiptarinë. Edhe kur ndodhesh larg, kam menduar dhe kam punuar për të dhënë kontributin tim. Një pjesë e këtij kontributi është edhe angazhimi në fushën e arsimit, me dhurimin e pajisjeve kompjuterike. Në shumë shkolla, siç të komë Kosovë, Shqipëri, Kosovën në dorë, por siç quaj shqiptari prapë dalë kjo. Këta kompjutera janë për mua si ura lidhëse, si mjete që i afrojnë më shumë brezat e ri tek mundësitë, njohuritë dhe botën e re. Ky libër është thirrja ime për të gjithë ne, që të mos harrojmë përardhjen, të jemi krenarë për rrugët që kemi bërë dhe të vazhdojmë të punojmë për të drejtuar një të ardhme më të mirë. Në çdo faqe, unë kam përpjekur të përfshij emocionet, dhimbjet, mësimet dhe triumfet që më ka shoqëruar, sepse jeta është një udhtim me ngjitje dhe zbritje. Dhe vetëm ata që nuk dorëzohen arrin të shkruajnë historinë e tyre. Faleminderit familjes sime që më ka qëndruar në çdo hap. Faleminderit miqve bashkëpunëtorë që më kanë mbështetur dhe faleminderit të gjithëve juve që më ndihmoni ta ndaj me botën Rrugët e mia. Shpresoj që ky libër të prekë zemrat tuaja, të frymëzojnë dhe të kujtojnë se secili prej nesh ka rrugën e vet, por vetëm së bashku mund të ecë përpara. Faleminderit shumë për praninë dhe për besimin. Që s'ka qenë shumë e vështirë, me ato emocione, një djalë 2 metra, thash prit se ke po punë më të nga se sa flasësh përpara një auditori, por ka që respektuar sa është, kështu që e vlerësoj. Edhe turoj gjithashtu për librin, kemi këtu edhe redaktore në cila është marrë me librin Brunilda, faleminderit shumë për gjithë punën. Për promovimin, një reflektim të thellë mbi identitetin dhe kontributin e mërgatës shqiptare. Nëse vjen nga një qytet i madh apo nga një fshat i largët, besoj se jemi të përcaktuar të bëhemi ata që e kemi të shkruar të jemi.
kur vendosa ta shkruaj këtë libër, nuk mendova asnjëherë ta ndaloj vetëm në jetën time personale, por përqendrohem edhe tek kontributi dhe puna ime që i kam dedikuar atë dheut, të cilin shpesh më pëlqen të quaj thjesht shqiptari. Duaj të hapim diskutimin, nëse ju keni ndonjë pyetje, ndonjë se di merak pyetje që t'ia shtroni edhe Ziadinit për librin. Rëndësi të madhe këtij promovimi të librit i dha shkrimtari i njohur Daud Emaku, që me fjalimin e tij përkufizoi bukur rrugtimin e autorit Dedinca deri në ditët e sotme. Komisione. Një përshëndetje dhe një urim sinqert dhe antimetin. Unë që ka në Ziadin të kishë në Ziadin. Me pasaportet e parë shqiptare të mbretit Zot është mes këshillave tjera një këshill e mrekullueshme. Duan e antleun sa e duan mërgjimtarët. Unë e kam përjetu mërgjimin një 70 mira. E di që do të të e dëshirë, ajo dëshëri sa më larg ish, aq më e madhe po dëshëria për të. Të nota nuk e ofë, është mërgjim për i me. Se Europa nuk ka posi balla vazhjerne, për shku fërduet. Në pikat e vogla, mija pasini vogla në pati madhë. Në detaje është mencionë. Libri që ishe nëmë, ato njësi, sëtët vogla të hullat, la tërkës të oj dokument, jeta jonë, është historia jonë që jam përësi rrëve masë shqipi. Sa dhe që kemi me të krojë libri para, për mund të nëzëja, për mund që të pritet, mësë bani në rakrat mund. E rëndësish një është jesh 100% i vajtit. E ndashurin dhe e dhejë, Kosova va shumë herë problemi sa është 100% e vërtet. Dhe tash, në 2026 me 7 pëllë shkurt, i të bojmë 18 shtetë, jemi të printët, e kemi kalu shmerim, kanë kalu me gjënësat, ore që të fillojnë ato rrugë të mërgjimit këthejën në drekimin tjetë. Sa i kemë mërgjët, kush të apo e gjistërë, sa në lidhje, sa në shmi, sa të shimë, sa panori ka Kosova jaki, kushet në përsh. Në që sa të rrugë këthejën, e të këthejën këtë i bëjnë 18 vjetë, se jemi të rritë, a dhe pëllë. Ate do të dim të kohme, e të kënaqshme me njëri tjetër, e të ndojnë ziju sportku, e të ndojnë promovimet dhe glasit. Uroj që këtë dashurin dhe e të gjithë mund të këtë vata në madhe, mos të ndonet ujtja kuj, shnet e gëzive por si gjithë të shumë por live të jetën, falënderit shumë. Publiku pati mundësinë të shpreh mendimet, pyetjet dhe kuriozitetin e tyre rreth librit, duke u treguar mjaft aktiv dhe të interesuar gjatë diskutimit. Kjo është një gjallë që nuk është dalë vetëm komun nga ujend, por ka shpërndan a isi kopi periklën. Sështë që ne gjithë shqiptarë kemi kësi bjellë, të cilët ku kanë shku, të na thënë kanë lanën një histori të mirë, një jetë mirë, por tur vendlindjen dhe abë dashurinë se kanë arru. Ziadinit gjithat mirat, shëndet dhe suksesë shoku janë për libër, besoj që kam arë koha që kam e me diskutu. Një është respekt. Ishen duke vendosën disa projekte në shkollë, dhe su shparadetin muzesim për komunën e shtimes, edhe në për ftoj Ziadinit, i shkrujt atë Ziadin projectuar për në nevojit e tash në urgjens. Ziadini sa shkollas 2 minuta vesh ma këtej, mi ka përbu 2 fotografi e thapit, për qenë që trop, ta është po shumë. E o kryt ta mas të një të sa vim ta me kosa atje. Për që për në shumë, jemi me klas ditëherë shkolla junë për këtë humanist, këtë atletor, këtë bebërtar që ka kontribuar shkollës Shqipës në mos tash. Ju faleminderit. Ka bërë dhe një gjest tjetër bujer që secili që merr librin, e blen librin, të hodha te aty libri dhe ikon për të shpëtuar
sfit e Kosovës. Ure sa vjuën ai vazhdimisht më dikon disa fej për shkolluar, e bënja bursa vazhduste, që kërejt të hyrat e këti libri shkojnë për të shkolluar ata. Nuk ka vendosur shimë librit fare, ju e vendosni vetë, dhe dërsoni vetë. Por e bukurës është kërejt rrugët e ti e kam rrugët në Kosovë. A mbyllim e kaq? A shijove? Është me rëndësi që ta shijosh ti për para. Promovimi i librit Rrugët e mia u shndrua në një ngjarje domethënëse kulturore, ku fjala, kujtesa dhe dashuria për atë dheun u bashkuan në një rrëfim të fuqishëm për jetën dhe identitetin shqiptar.